Tregtarët e tregut industrial të Vlorës janë mbledhur në një protestë para bashkisë pasi atyre u është dhënë afat 3 ditë për t'u larguar nga ambientet aktuale. Mbyllja e tregut vjen për shkak të një investimi që bashkia planifikon të realizojë në këtë zonë, ku sipas njoftimit zyrtar parashikohet ndërtimi i një tregu të ri. Megjithatë, tregtarët shprehen të shqetësuar se projekti mund të mos realizohet, duke i lënë ata pa një hapësirë të përshtatshme për ushtrimin e aktivitetit të tyre. Si zgjidhje e përkohshme, atyre u është kërkuar të zhvendosen pranë zonës së stacionit të trenit, por sipas tregtarëve, kushtet atje janë edhe më të këqija dhe nuk plotësojnë standardet minimale të punës. Në shenjë kundërshtimi, tregtarët kanë kërkuar sqarime dhe një zgjidhje konkrete. Kryetaria e bashkisë u ka komunikuar se do të zhvillohet një takim me përfaqësuesit e tyre për të diskutuar situatën dhe për të gjetur një zgjidhje. Tregtarët paralajmërojnë se në rast se nuk u jepet një alternativë pranueshme, protestat do të vijojnë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të përqeni videot dhe të lini komentin tuaj.